I just came to say one thing. Eddie, we are not scared. Nuk kemi të friksuar Edvin. Faleminderit shumë, thank you. Edi Rama jep dorëheqjen. Bravo! Sepse ne kena të ri emigrant që kanë studiu në për shkollat e botës edhe munden me qeveris ma mirë se ti. Një Shqipëri të bukur, të lirë, pa korupcion. I kena në tana institucionet me i vu. Mërë shok që kema në aty dhe i kështuku. Ti me atë tjetrin që keni 35 vjetë. Ne kena rini speciale në përbot, që nuk janë të përly, janë me shkolla, janë intelektual, janë të aft. Ti ke aty njerës të pa aft. Ke njerës që kanë marrë me kafe. Një data 12, nesër, se që ta me bo ti, as për në amin heq në thonë drejten. As për në amin heq, se ne jena këtu. Tu edhe s'ka burranet që me në tërhekni. Harroje, pra nej, jetë dorëheqjen o mas kam të hinë burg, aty ku di unë ku ta me shkute. Por i kështuku, bashkë me tjetrin, edhe me zakart që keni, me spijuna, e me enverista, ju jeni klanet e enveri, s'jeni ju partina. Na kena rini në diaspor, që janë pa përlym parti, nuk i fut partia në pun, i fut aftësia. Pra nej, zhduku sa më parë. Edhe atë për nesër, harroje ti se mund ikin njerëzit, edhe mund t'ja shtisht i frikën, s'ke shanse, se 35 vjetë i ki tërturu. Këtu do t'jena ne, nuk ne lujmë kamen, nuk e lujmë kamen. Zoti kryeministër, ne e dim që ti e i pak nash me ne, se ne na shu budallej, ne na shu të trash. Ne të lutemi gjithë si që jema, shko bu kryeministër në shtet tjetën e në rahat. Zoti ju bekof, jeni yje.